Nesër në Operën dhe Baletin Nacional do jepet edhe Palacio e Leoncavallos në skenën tonë në Shkup bashkë me Dëshira Ahmetin. E pikërisht për këtë gjë, Habibi apo ndodhet edhe në link të drejt për drejt edhe me zëdhënësin Burhan Dibrani, i cili ka të na flet për këtë shfaqje ku do jetë pjesëmarrëse edhe madhja Dëshira Ahmeti. Habibe. Mirëmëngjes Gjanan, pra na ndodhemi sot në Operën Kombëtare në Shkup, ku përgatitjet janë pothuajse në fazën përfundimtare të premierës së Palacos që do të mbahet këtë të premte. Këtu pranë meje është zotëri Burhani që do të ndajë me ne risit dhe informacionet më të fundit për këtë projekt. Përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e emisionit Ritmi i Ditës. Përshëndetje, faleminderit që erdhët. Pra nesër do të kemi operën Palacon nga Rogero Leoncavallo. Dirigent kemi të ftuarin nga Hungaria, Koçar Ballas, një herëzit është udhëheq i operës shtetërore të Hungarisë, i cili ka më shumë se 100 pjesëmarrë në Europë, si në Hungari, Çeki, Gjermani, Japoni dhe vendet tjera të Europës. Në rolet kryesore do të marrin pjesë Dëshira Ahmeti Këlliu në rolin e Nedës. Mysafir postu kemi në rolin kryesor Canio ose Palazzo, Antonello Palombi nga Italia. Pastaj në rolin e Tonjes do të kemi Marian Jovanovskin. Janë Donimaglovski do të kemi në rolin e Silvios dhe në rolin e Areklin do të kemi edhe Dragan Ampov. Opera do të zgjat 1 orë 50 minuta, ashtë një akt. Premiera ka qenë në Milano në vitin 1892 dhe libretin e ka shkruar vetë Leoncavallo. Pastaj Dëshira Ahmeti nuk do të ndaloj këtu, do të marrë pjesë edhe në koncertin për festën e 28 nëntorit, për shkak të festës flamurit. Po, cili është mesazhi që publiku pritet të marrë nga kjo vepër, e cila është një ndër më dramatikët e reporterit operistik italian? Po, do me thonë, është një operë në cila spaku një herë në vit jepet të ne, do me thonë, është një ndër veprat më klasike. Këtu bëhet fjalë për një vepër në cilën luhet një teatro, është një komedi, mirë po mbaron me një tragjedi ndërmjet Canios dhe Nedës, në cilën ato udhtojnë me atë teatr, do me thonë, mirë po ndodh një tradhtim mes tyre dhe publiku derisa e shikon atë mendojnë që është një komedi deri në fund në cilën mbaron me tragjedi. Po, si ka qenë përgatitja ensamblit për këtë produksion, sa kohë ka zgjatur puna dhe cilat janë emrat kryesor që sjellin këtë skenë? Do me thonë, zakonisht për një shfaqje të ne duhet spaku 2 javë të përgatitet, të vjen dirigenti, të vjen edhe mysafiri nga Italia. Ndonjëherë kur kemi operë zgjat edhe 3 ose 4 javë ose më shumë, mirë po kjo është një vepër e njohur për teatrin tonë, e cila vepër mund të jepet vetëm te ne, do me thonë. Edhe çdo shfaqje, do me thonë, 2 javë përgatitet. Po, opera Palacco kërkon shumë intensitet emocional dhe teknik. Si është pritur nga publiku në provat e hapura apo paraprakisht? Do me thonë, ne nuk kemi provat të hapura. Sot kemi provën generale në orën 11. Ndonjëherë provat generale i kemi të hapura, por ndonjëherë edhe të mbyllura, ndonjëherë kemi edhe 2 prova generale, sikur si ishte për Lakuricin e natës nga Johann Strauss, për shkak se ajo nuk u dha në teatrin tonë diku rreth 20 vite. Dhe kur janë komplekse, atëherë ato janë të mbyllura derisa të përgatiten në perfekcionizëm.
Një ndër emrat që ka zgjuar Kureshtja është Dëshira Ahmeti. Si erdhi përfshirja e saj në këtë projekt dhe çfarë roli do ketë ajo në skenë? Po, ajo do të ketë rolin kryesor të nedës. Dëshira Ahmeti ka lejuar të punësuar të ne prej vitit 1998, fillimisht në korin e Operës dhe Baletit Nacional, pastaj duke avancuar si soliste. Do më thonë, ajo është vazhdimisht e punësuar të ne, gjatë kohë dikun rreth 30 viteve, dhe është një ndër iniciatorët e koncertit të ditës së flamurit, në cilën të ftuar specialisht do të kemi Inva Mulën, dhe do me thonë do të merr pjesë edhe Ismet Veseli, që është i punësuar të kori i Operës dhe Baletit Nacional, dirigentës të Ivan Eminovic, që është i punësuar të ne një ashtu, dhe të përcjellur nga Orkestra Operës dhe Baletit Nacional. Po ashtu Dëshira Ahmeti do të jetë pjesë e performancës. Si do ta përshkruani kontributin e saj dhe çfarë sjell ajo ndryshe në interpretim? Po, do me thonë, ajo ka këtu rolin kryesor dhe është çdo herë ajo kur është në skenë kemi interesim të veçantë, sidomos nga publiku shqiptar. Dhe do me thonë do të kisha thonë edhe këtu që duhet spaku për Palacon, po edhe për koncertin për 28 nëntorin, që të vinë publik më shumë shqiptar, pasi që ja vlen të ndëgjohet Dëshira Ahmeti Kërliu, që është një artiste mrekullueshme. Po, a do ketë elementet e reja regjistoriale ose skenografike në këtë verzion të Palacos që dallojnë nga inskenimet e mëparshme në operë? Jo, do më thonë Palazzo ka qenë premier në vitin 2021 dhe do më thonë ashtu i jepët prej atëherë deri tas. Mund të ka do më thonë skenografi ndryshime, mirë po për të qenë premier duhet të ndrysohen edhe kostumet edhe çdo, do më thonë. Këtu vetëm disa pjesë të skenografisë do të ndrysohen. Mirë po për publikun që i përcjell veprat klasike është një vepër e jashtëzakonshme që ato çdo herë, çdo vit e përcjell. Sa e rëndësishme është për operën kombëtare të sjellë produksione të tilla klasike që lidhen me emocione universitare të artit dramatik? Po, do me thonë, ne si institucioni më i lartë kulturor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, do me thonë, kemi dikun mbi 90%, 99% vepra klasike të operës dhe baletit. Kemi shumë pak vepra moderne, pasi që opera dhe baleti janë vepra gati si gjitha vepra klasike, që nuk mund të vihen në teatro tjera, do me thonë, shumë punë duhet, kemi orkestrën, kemi solistët, kemi trupin e ansamblit, solistët e baletit në cilën do të marrin pjesë këtu në këtë operë. Çfarë pritshmëri keni për publikun? A mendoni se do të ketë interes më të madh në krahasim me të tjerat? Po, ne këto 4 vitet e fundit, do me thonë, kemi pothuajse gjitha sfaqet i kemi të stërmbusura me publik, dhe plus minus, do me thonë, do të kemi edhe këtu, do të kemi një sallë të mbusur, dhe sikur edhe të tjerat që do të vinë, besojmë që edhe publik do të kemi mjaftueshëm, edhe publiku do të jetë i kënaqur. Dhe për fund, çfarë mesazhi do t'i dërgoni publikut që ende nuk ka siguruar biletet, por ja vlen të përjetojnë Palacon për këtë të premte? Po, do me thonë, kemi edhe disa bileta, mund t'i sigurojnë nëpërmes webfaqes operabalet.mk, çmimi është 1.200 lira, 1.500 në janar. Kemi edhe lirime prej 50% lirim për pensionistët, studentët, të rinjt deri 29 vjetë, do t'i kisha ftuar të t'i lënë obligimet e përditshme, do me thonë, çdo njeri ka stres, ka lodhje në punë dhe të vinë të relaksohen, sepse kjo, do me thonë, është në gjuhën italiane. Shumica e operave janë në gjuhën italiane, do me thonë, nuk ka këtu gjuhë, do me thonë, është internacional, dhe do të kisha ftuar më shumë publikun shqiptar, të ne.
Faleminderit zotit Burhan për kohën dhe detajet që ndatë. Faleminderit shumë. Po pra si që dëgjuat, Palaço do të sjellë një mbrëmje plot art dhe pozitivitet këtu në operën kombëtare në Shkup. Gjanan, kjo ishte gjithçka që kisha përgatitur për sot. Po, Abibe, të falenderit shumë për këto informacione, kaq të sakta, kaq koncize, të gjitha ata që na ndoqën e panë se cila është domethënia e kësaj performance nesër, po ashtu disa herë dhe zotri Dibrani potencoi se kemi edhe performancë për 28 nëntorin, siç e dimë është muaji i shqiptarëve, muaji i festës së flamurit, muaji i gjuhës, do kemi të madhe një vamulën, po për këto gjëra normalisht më tutje. Faleminderit Abibe edhe një herë për këtë intervistë kaq të bukur.